Nëse nuk e nal dohanin, mas shumti edhe një vit do të me fillu më t'i këpu 2 kamte. Ose shumë keqje. Kur kam shku në luftë, i kam pas 24 vjetë e gjys. Mirë se erdhët në Ilirs Podcast. Sonte musafir me mu në studio është një kolegi imi, aktor i njoftën Brahim Basha. Vjen nga Suareka, e kimi kërku me muje, therre, me ndzim, mo me intervenca pranoj me ardhë në studio. Kështu që sonte me neve është Brahim Basha. Brahim, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm. Po qysh mirë se gjeta të disa njërë ki intervenca, thera stritin, therë butrin të lumin, thera to interveno, kur po vjen, kur s'po vjen. Pse s'do ishe marë, që ishë problemi? Njëherë si ftes ishte apo vjen. Kjo apo vjen, po ta jep mundësin me thonë edhe po edhe jo. Ta shkërëm të hajde, u dështë me orë. S'po të qora, a përshë që thirë ka thirë 100 vet ka thirë, hajde. Mardë me shumë knetësi edhe të shpia ju tregova që kështu kam e shku në podcast e Ilirs, unë i thesha podcast. Po, podcast, që ashtu përdojnë, që ashtu s'pe vetë që shpidojnë. Ju bo qefja dhe aty në shumë, e detën që kena me kalu mirë dhe ju jeni si teme shpesh në familjen tonë, gjatë studime. Edhe krejt. Ngjarjeve që kemi pas në përstudime, i din edhe fëmijët, i din gjitha ato, edhe knaqen me to. Tash edhe vajza, bu aktore? Po, vajza të retë, Lisa, është në vit 2 të Luanjaha, po. Po më të regoj një ditë një kolegi i saj një ditë në aty, na të regoj, tha që është e hyta me njerëne. Tha qëra, thë shumë a tha është e mirë. Po, e kemi realizu edhe një shfaqje të fëmijëve këtë vit, me Botrin të Lumin, edhe Olisa Basha, vajza ime, dhe Etnike Bogaj, një kolege e saj. Po, shumë mirë po kalojmë, po. Qysh po shkoni me? Shumë mirë. Bravo. Pak me Botrintin po kem problem, se është shfaqje e fëmijëve. Ngajt fëmijët mastina. Po, edhe po ngajnë, te vidja, marë personazh tjetër, këtu zërioni, ja, te vidja. Te vidja. E thira dhe Botrintin, po presë edhe ai me ardi ko njovën tjetër, bo vaki edhe ti dosh me intervenu, se kom pas qep me pas mu i Suarekës. Aktor të Suarekës, regjisor të Suarekës, bizniset e Suarekës, edhe ata kom pas qep me thirë, po s'po vinë, po problemit të sponsorat, problemit e qysh me mujt dhe e bra, se ti edhe je një prej përgjezve, po mduket edhe për festivale, ki edhe produksionin, djeli. Ne kemi festivalin e teatrov të Suarek, tash është edicioni 6 që mbahet, edhe nuk kemi probleme me sponsorët. Do të thotë kemi sidomos 2 kompani që janë Euroing edhe në ky grup, zakonisht në fund thonë ku jemi. A din sa do, sa janë obligimet edhe i kryjnë, nuk e kemi problem. E kemi festivalin, do të thotë që mbajmë, zakonisht i japim 2 premiera teatrore, edhe mesatarisht një film artistik, po filmat po i bëjmë filmat shkurt artistik për arsye të buxhetit, po dihet. Mirë po jemi aktiv rregullisht, kemi kompaninë shtëpia filmike Dielli, edhe kemi suksese të mira. Do të thotë vitin e kaluar patëm premierën e dita parë e Lypsit. A ti kom lu edhe une? Po kemi kalu shumë mirë. Pse shumë thirë as ma qove ftesën as. Ja, të kam thirë. Kam thirë mërtë. Për i me, pasha zotit, po mduket që po mduket je ka rush ti, mos me të thirë mua aty, që mu ullin në tavolin me ta moni sponsor Suarekës. Qare s'kom për sponsora? Sponsora podcast! Për kundrazis, sponsorët son me merë se ketë në minusja. S'ka nevoj për sponsora, s'ka nevoj minus. Ja, janë të mirë, falenderoj shumë, veçanërisht Arben Gega edhe... Arben, falenderojmë Arben. Po, Arbenin e kemi numër ne, do të 3 vjetë radha si ka qenë sponsor general, po kemi edhe me Fail Gashin, e Roingit, do të thotë nuk kam rrezik që a e maj festivalin a nuk e maj, do të thotë këta 2 gjithmonë për cilën. Janë edhe disa tjerë, normal. Qështë për festivali, sa striti ka full paka shumë për festivalin nënën regjisoriale, po ti si aktor që me Butrintin, që shikni do përgjësi, që ka keni qysh, se jeni ko gjani pjesë e mirë, një grupi mirë, edhe do kolegë shumë mirë nga Suareka. Po, është bordi festivali, do të thotë që drejtar artistik i festivalit është Astrid Bytyqi, pjesën organizimit e ka Botrin të Lumi, fotografin që bën xhirimit edhe fotografit e ka Roland Reshitaj, edhe në pjesën shtesë të sektorit marketingut e ka Olisa Basha, do të vajza kemi ngarku prej tashtit. Janë punë të ndame,
secili e kryen punën me përpikni dhe me devotshmëri. Tash jemi në fazën selektive të shfaqjeve. Do thotë për gjitha trojeve shqiptare kanë marrë pjesë në festivalin tonë. Zakonisht në Thojza e kemi edhe këtë karakterin gjeografik, do thotë Preshevën e kemi rregullisht, kemi Gostivarin, Maqedoni, po, Shqipëri. për Maqedonisë, Pe po. Malizia, po vjen kush? Malizia ende nuk ka shfaqje. Hala s'ka. Po, jo, hala nuk ka shfaqje, se kur të kanë me gjithë qef, kemi pas Durrësin, Tiranën, kanë kalu mirë të gjithë, kemi ndëgju që kanë fjalë të mira dhe me nxitpresin më ardhë dhe edicioneve tjera të radhës. Mirë është, jemi në fazë selektive, po është kërkesë pak e shikuesve që të shkojmë më shumë ka zhanri i komedisë. Po, Vjet për çudi kryesisht dominon numri I mjekëve që vinë si shikues aty. Po ka mjek shumë suarek edhe vinë Edhe ka shumë, e vërtet që Është ka edhe shumë mjek. Vjet vinë me familje, do thotë normal. Vjet drejtori I kirurgjisë në Prishtinë, është prej Suarekës, doktor Nazmi Kulgesi, përcjell në shfaqjen audienca e teatrit Bekim Femir prej Zrenit, edhe kur u krye ardhëm kapi për krah, tha, da e brava, nuk kom kesh sa dohet, çush kom kesh me shfaqje tjera. Thash, po kjo e ka filozofinë mane ju për vetin, kom marrë du me kesh, du me shku të shvjet të kesh, unë dhe s'kom marrë për filozofi. Edhe kështu një farë vrejtje e vogël që ma shumë me anuka zhanri komedive. A keshen me kërkoj një bashkëshortëri? Au, Pari me është për faqe zot. mirë, Po mirë, është një mirë, komedi keni e realizu lezetshme, është fenomenal. një temë sociale. Kemi lujt tash, do thot, në Kamenic në javën e kalume, repriza 30. E 30. 30, Bravo, ju lumt. Edhe do ta vazhdojmë afet, për den në 50 repriza kemi qitë synimin me I ba, të shohim tash, edhe qysh po shkon. Kur që sukses I madh, dhe bro, e ka zoma sekretin, ka ky sekret, a e keni punën që e keni marketingun, e keni zhvilluar. Mundohemi me I bë gjitha komponentet që I do të aktivitetit teatror, mundohemi me I mbajt. Mirë po, këtë pyetje ma ka vënë dhe Botrin të Lumit, ti si producent tha dhe kogja I vjetër, çka do tha me pas në fillim, mas pari, çka do thash, mas pari do të me pas bukën siguruar. Thash se unë nuk rrin ekipa. Qashtë. E ne kemi marketingun në kogja nivel, po dhe në fillim të shfaqje, ndoshta nuk punohet kështu profesionalisht, po ne I japim zor pak në grup, në ekip me I pas njerëzit me energji pozitive. Se teatri nuk shkon me zarte, ka ndjesinë, ka emocionin, ka prezencën. Nuk mundesh me qenë artificial në punën e teatrit. Jo, s'ka shans. Edhe për ata do thot në ekipet tona çdo herë kemi njerëz të mirë, kemi Pozitiv. Po, pozitiv. Arbnorën e kemi rregullisht. Arbnorën e keni bu si pjesë të Jo, ata Suarekës. kom bë motor, kete, kom Po si përkthyje, pjesë Suarekës e kom keni bu Arbnorën. Kemi, do thot, asnjëherë nuk kemi pas asnjë problem. Bravo. Asnjë bravo. problemi. Bravo. E a keni dalë jashtë me shfaqje të kërkohet bashkëshortëria apo hala jo? Jo, kemi A pas keni pas një ftesë tendencë? në Augsburg, kemi pas ftesa të Edhe? mat festivali Gavran. Mirë po për disa arsye tjera nuk mujtë me shku. Po mirë po ftesë kemi pas. Po. E kështu a keni një synim, a keni një plan, a keni Shpresojmë bu? plane kemi. Po. Po, njerë veç ta përfundojmë festivalin, mandej plane kemi edhe kërkesa. Të shohim se çush po na shkon puna. Tash e keni një përparësi, keni Butrin të Lumi, një jetë Po, aty që keni qenë edhe pjesë e shumë serialeve në Prishtinë, në Kosovë, po du me thonë, në shumë serialeve ju kanë pasi figura, njerëzit kanë qef më ju po edhe në teatr, më ju po në shfaqje, du me thonë për sa fërmi. Shpresojmë të shkojmë me këtë komedi, ne kemi 2 komedi në tash për tash. E kemi kërkuar bashkëshort I ri edhe Tushen Shit, autorit Ilir Ajdin. Ilir Ajdinin, bashkë po. E kemi Po pritet mirë? Po shumë mirë, po, se janë tema të kapshme, janë tema sociale, janë tema që na bin neve tamam. Edhe tema që çdo gjenerat e kupton. E kupton. Çdo që nuk është për mosha caktuar, dedikuar, për rajona, për venda. Edhe këta dhe na ka thonë profesori Enver Petrovci që shfaqja e mirë I kënaq gjitha kategoritë, gjitha moshat, gjitha kategoritë qoftë intelektuale, qoftë këta dy. E janë të punuar ta tilla që po dalin të kënaqën gjithë. Bravo. E me film çush po jes, Brem? Po mirë, tash kemi fillu me pregadit një realizimin e një filmi artistik, filmi shkurt, dikun një 18 minutë do t'jetë. Titulli I filmit po e vaj
publike për herë të parë. Hajde, edhe Astridi Dosani mi ka kallëzu për herë të parë në këtë emision. Titulli është Tregimi pa emër, është ngjarje e vërtetë që ka ndodhur në luftë. Tregimi pa emër. Tregimi pa emër. Ka arsye që është kur të realizohet projekti shihet kupton titullin shikuesi ata po ja lëm kur të realizohet. Po të kuptoj. Po, është ngjarje e vërtetë, është një aksion i luftës që ka ndodhur. Gjithçka ka qenë rastësishme, mirë, por rezultati ka qenë super i mirë. Bravo. Ti Ibrahim ke qenë edhe pak edhe pjesë e luftës, jo pak, po duhet me thon pak. Një vit e gjys kam qenë. Po duhet me thon pak se ti edhe ke qenë edhe ushtari. Po veç ushtar, do thotë jo, kështu komandant e Ksisan. Yes. Po shqyr që kena pas edhe ushtar, shqyr që kena pas. Do me thonë veç po do që me po edhe një film tjetër. Po. Filmi Dita e Lypsit. Dita e parë e Lypsit. Dita e parë e Lypsit. Po, aty kom marr pjesë edhe unë. Çu prit, Brem? Çu prit shumë mirë. Premiera vendosëm me mbajt në shtëpinë e Fellvaut në Suarek. Për arsye se gjitha është film që ka përkrahur edhe Qendra Kinematografike e Kosovës. Edhe çdo film që realizohet pavarësisht prej nga janë regjisorët e trupat që e realizojnë, gjithë i majnë premierat në Prishtinë. Kur nuk ndodh në për qytete tjera premierat filmit. Unë vendosa me majtë në Suarek. Lokalist edhe ti po kishe me shkuat. Edhe drejtoreshën e Qendrës Kinematografike. Ata po e vlerësuan shumë mirë, kemi kalu shumë mirë. Ka qenë një mbrëmje shumë e mirë, tema ka qenë arsyeshme shumë, është një temë sociale, është një temë e ke lexuar skenarin. Qyshe pretën kështu publika? Vëlla jashtëzakonisht mirë. Për fatkeqësisht ka kategori që i detyrohen edhe me dalë me lypër kafshatën e gojës. E ky personazh është dita e parë që vendos me dalë. Në Suarek e pak më e pritën ma dhemshëm se në Suareka është si rajon pak ma i pasën. Ma i pasën, që të dashtë me thonë është pak ma... Janë ma të pasën se në qytetet tjera. Qashtë. Edhe pritën kogje dhemshëm, shto. Kogje dhemshëm, kogje prekse. Kjo është si ide dhe e bro është një mirë se për shambull me atë personazh që ke lu dhe ti edhe i Suarekës asaj pjesës anena edhe krejtë edhe kogja biznismen që kanë jetën pak e kanë ma ndryshe edhe me shku me lyp në i sponsor me qatë film pak me shtim me thonë po në hap një pore a na sheni qështu qështu keni po filmin po dalë nesër po lypi po kemi nevoj si industri, si shoqni po kemi nevoj shumë pak po investohet në kulturë pak nuk është e letë po asë një profesion nuk është i letë tash nëse zgjedh me u anku metër të anku. Nëse zgjedh me punu, del diçka gjatë rrugës edhe realizohet. Kur punon çdo herë për krahash, nuk kisha pas logjika jame nuk ishte thonë që nuk ka sponsor, mirë po duhet me i bind. Duhet me i bind. Edhe më varet çka po don me punu, dallon puna estradës, dallon teatri, dallon filmi, dallon muzika. Më varet se çka po do me punu. Mirë po më varet edhe biznismen sa kanë kulturë vetë. Është e vështirë me shku me taku një biznes të suksesshëm që ka bo pare, po nuk ka vetë kulturë. I fol vadiava. Herë është me kesh, herë nervozot. Edhe shka ti thashtë po. Ta shtu sa parë me kush farë pare mërë. Ku fështira. Kjo një farë mënyre në këto që ke bo dita pare Lypsit pak e ke menu si proces se nuk e ke bo pas qashtu. I vetë ke qenë producent, vetë ke qenë aktori, ke lu aty. Po, ne kemi realizu, po teksti është i Aga Apollonit. Merita është Agit që ka zgjedh këtë temë. Edhe për herë të parë si e kam lexu tekstin, kam thonë kjo ka më bë film. Edhe kam vendosur edhe është realizuar. Moj me falendëru edhe Agër se nuk kemi pas as një pengesë prej tij. Bravo. Po edhe si temë ka pëlqym, ka ba për vete me njerë dhe kom vendos me njerë me ba film. Me ba film. Suksesi ke nivel, i knaqën një. Po, të knaqën. Si producent. Bravo. Edhe diopin e keni pas mirë. Po, diopi ka qenë Flamur Hasani, mirë, Flamuri e punon po me shumë vullnet këtë punë, po. Shkyet të punu, apët si zhava, po rezultate i mirë. Tash në shpinë e madhe është tu e punu sezonin e dytë. Unë e shisha diku që e kum po, djallë, po s'mu unë e më plak, tash edhe kum hongër. Kur
po mi kallzon të fotografi, kore, ku pati në kafe, që na qënë, që shtiret ajo kafe aty të jo Suarek, ajo e mira. E mi Rockhardi? Rockhard. Po Rockhard ndokt, aty e na mi tregoj fotot tash. Ku që tash po më kujtohet kush je. E pse tha jem plak? Una? Sa vjet i ki? Una? Brajman, jo që jem plak, po jem stër plak, me kon pun, me kon marova. Shka ko lidhje? Marova. 50 vjet halkë i kanë 100 s'pan kohën. Ku 100, po Gjomani që i ka 100 vjet, a e Këtë në Suarek, po. Suarek, po, se i keni kushtet. Në një javë i ban 100 me 17 Në Suarek i keni kushtet, keni biznese. Aty prapashtis mi 50 vjet, unë jam që i Po, pari. ori pasta. I pari ju prapashtis që nëj për mi 50 vjet, s'ka? Katastrofë. Bosh, kallzona në histori interesant diçka në jetën tonë që atë ka ndodhur. Vallaj, E kena pas Astritin, nashta e sheh Astritin na ka kallzuar Po. një dy histori të mira. Si kisha ni kur në jetën me Astritin ku punu shumë, janë shfaqje, janë tu po nuk i kisha ni do story interesant. Kallzona da e bro. Mu kon për shembull, mu bu një film për ty. Çfarë pozite kishe qit vetën? valla Mos më thyrë ul kresose. Ki qef me rnu gat. Fëminin e kisha qitë shumë se më kanë rrej shumë, mi gjallar shumë më kanë rrej. Ku Për monja, me, a? ku pas shku me një darë së më pa i vetë atë në kushika. Kur jam këthy qëfar të rejnë më kanë pas vë. Pse? Edhe unë shnash jam kohë mirë, që ato e ko morë të posë. Je të mësu. Fëminin, s'pudi... Kallzona për kashën ti me Kastriot Saqipi ki shumë story. Po me Kastriotin, ka punu Kastrioti disa shfaqjet e unë. Edhe Kastriot Saqipi së në rrinë pa cigarë. Du me thinë emision, Po, ati që më ka shku menja një është i dit, mia. po shumë ka shku menja një dit, unë isha me analizu, të isha me marrë me zgjedhë shtu, po tu mi zgjedhë edhe musafirt, edhe tu menu më karon me në koqa, se ke një dit e thirën serial, e thirën të nanë që ka shpinë, e thirën për mi bo të do montajha diçka, e erdhë koqa, është pe lorgit me cigare, pot, kur pesha koqa, që vur që so qova cigarin, se e ke pe gojës, thash edhe, tham ka thirë dha lasiri diçka, hili tha që se po këthena, shkoj, thash pa thirë në emision nuk e luku. Ja, ka që është ti më kollushë. Me thonë, mos gabo me naj qut, flaj tani hajde, me njerë. Se me nëzon pak si... Ka qa vjetë, mas 33 vjetë e shok, u takum, pim kaj kafe edhe nuk laj pagujti. Mas 33 Mas vjetë? 33 vjetë, Bravo. edhe postova në Facebook, e tresht për e vërteta. Dhe që mas 33 vjetë pagujti kafe, e shumë njerës kanë mendu e tresht, mos ka vdek. Mos ka vdek, po. Ashaj nuk vdek, ajo është gjallë. Jo, ka që edhe kurtes është gjallë, Kush, hala, I vetëmi që ka me mashtru vdekjen. e kam pas punu shfaqin ikja nga Gjermania, e kem pas ban 28 repriza, edhe virusin. Edhe na ftun në festivalin e teatrov në Korç, me shfaqje. E pa në përfaqësues të Korçës në Stru, kur e lujtëm, edhe na ftun. Kur shkum atë ditë edhe ke shi i madh, i banëm 14 orë rrugë. Kush vëzit ke, veç mos më Ja, thuj unë, koqa. jo, mirë po kaqa së në rrinë pa cigarën, thash, të cila pompë, restoran, ku dush të anali veç. Mos u pin kërë. Po, aj smujti me nejt, e nalën dë vena, tha mamës e nalë të tha, mund s'ka thonë den në Korç. A mas nuk dit keme full, veç duhet i moj, kiqështë. Aj hupi, krejt, Kune i kemi thonë që nuk e ka dhezë S'ka bi besu. 10 orë cigarë, nuk besaj. Nuk beson kërkosh, nuk beson da e bra Ai ka kosh. pas rastin edhe një shok i tij anës Preshevës mjek, ka pas sy të dhe ka thonë do të më bëj do analiza, qarkullimi i gjakut të shkafodion, edhe i ka thonë kaq nëse nuk e nal dohanin, mas shumti edhe një vit do të më fillu më t'i këput 2 kamët, to se shumë keq je. Edhe minjera ka dhe, qysh 2 kamët mi këput, po mi këput 2 kamët, këtë mi këput kamët qysh dal me ble dohanin. S'mon rrena i fadane. Ja, është pa mundën, është pa është mundën. simboli i cigarës. Bash. E të në më ka shku mene, s'kom qare pa thini dit dhe e pra në emision, e me diskutu pak me to, se ka dhaj qa ka zonë, ka story, Ka histori, ka ka ngjarje, ka ngjarje, është si ai Dorsaku që thot hajt tregona diçka interesant një Dorsaku, thot që 20 vjet jam i martuar kurs jam për la me gru. Edhe ai ka ngjarje interesante. A mundet më ka e vërtet? si dihet. Ka të nani sa që ke qenë, sa the ke marrë pjesë në luftë? Në luftë një vit e gjysmë. Një vit e petë gjysmë. limi, po. Do me thonë, sa viti ke pas?
Unë kur kam shku në luftë, I kam pas 24 vjetë e gjysë. Po kur është kry 26. 26. Edhe? Po lufta si luftë. Shka ka qenë karakteristike gjithë ushtarët ku ishmin në batalionin tonë, kishin qef me do në drim me mu. Veç me ngu Barcoleta, me ndodhina, në gjarje. A të kanë zëna nej Barcolet, nej diçkake? Nej ndodhi. Po shta po të pysh, po kom qef se I di që kanë zënë gjithë shka. Vese haga, sa. Jo, po nuk shto. Jo, po baj, hajgare, jo. Ti ku po edhe kur I pason në për jetës sociale. Po, jo, s'kom bane I shkeli, po, shumë I zajfë. I zajfë, si me shiterë, si me të mojnë tavan. Tash, kam qenë dikun 56 kg. 56? Edhe ne kemi qenë togu vëzhgos diverzant Loanat në kodër të brigadës 123, batalioni 2. Edhe komandanti jona është vranë luftë me 25 mars 1999. Mirë po në gjatë 98-ës që na pregaditke për ushtrime këto, ai ka qenë me shiritin e Zit Karatos vetë, do thot fizikisht ka qenë I papërshkrueshëm. Ka qenë karatist profesionist, ha? Po. Edhe na çojken 2 natës, në 3 natës me dalë me bon shtrimi. Edhe shumë sana I kemi mësu aty, nuk kemi ditë shka unë lufta kur kemi shku në fillim. Mirë, pa I kishte pregaditje, I pregaditën psikikisht, fizikisht, profesionalisht. Edhe bora ishte den shokat në Budakove, në Vraneqë. Ai na shtike me u zhvesh shoke për pjetë qashtu që me ushtrure. Timi na dalke pe ushtrure. E ma keqja shoku që trake ngatë, ke pas tash nishi, dyshi, treshi, tash cik-cak, nishi me mor dyshin, treshi me mor kachin, edhe ati shpatit për pjetë. Ndodh në luftë me qenë I plagasën, e ti do të me bajt. To më ra një I trash. Nre, qa e për tjetë? Pa ku me qu këtë? Metëm, ta mora vlerësimin e katevore, se ke kry detyrë. Në luftë nuk të vetë, armiku a ki shokin e trashës. That whole. E do të ta ka qenë mos realizimi ime. Po shumë veç më ma do pjesë. A ty garant edhe të kanë bojë se ja, ti 56 kg. Të nditën. Ti 56 kg me normal që të kanë bojë, të kanë qua nena, nuk është një farë problemi ma. Kështu aksione kësane keni ndërmarrë diçka apo jo? Po, sigurisht. Tash ky filmi që po bëhet filmi I ri është me siguri ka më kon për këto. Pikërisht është rasti I një aksioni të luftës, kur janë rasti ka qenë ballafaqe me rastit edhe kanë mbet vranë shtabi, udhëheqësia shtabit të ushtrisë jugoslave. Aty ka qenë Masandeje kemi parë për dokumente këto lajme në mbrëmje realisht janë dhënë lajmet atë natë me 17 prill 1999. Edhe në lajme u dha informata që shtabi, udhëheqësia shtabit, ata I thonë brigada 549 e ushtrisë serbisë. Qysh ka qenë po. Tash doni me realizu, a ka me qenë filmi shkurt a I gjatë? Ja, filmi shkurt është tikun 18 minutë. Pse ashtu bres, ka mundësia puna e fondeve? Edhe fondet mund me qenë mirë, po është interesant si ngjarje vetëm ky aksion. Po, mu zhvillu metrazhi gjatë për shembull. Ka tema tjera për të metrazhit gjatë, mirë, po këta ashtu kam menduar edhe kam menduar se del mas mirë ti me u rambullaksu vetëm ky aksion. 18 minuta. Po. Vetëm që historie. Vetëm kjo ngjarje. Okej. Se diçka po mdhimet, a din kur është ngjarje interesante, është ngjarje vërtet, ti e kun edhe pjesë e saj dhe e din sakt çka po don. Kam materiale, kam edhe shënime dhe të ngjarjeve të tjera. Po. Mirë po, me që jem të kjo temë, ma ka bë dikush një pyetje njerë, a ma letë ke pas në luftë, a mas luftës? Me ke thënë mas luftës, milion. Po sigurisht. Në luftë ka qenë një rrezik, po ka qenë një rrezik I pastër. E vranë, pështan edhe s'ka tjetër sen. As nuk mund është dikun më vrasë, dikun me pështu, ose vritësh, ose pështan. Nuk ke pas nëj mlef, nëj dhnem, nëj. Kur gjo, pastër. Mas luftës, tash po thuj se dhe jam... Je bu njësoj? Jam pajtu, mirë po kur nuk kam mendu që disa të këqia që ne kanë bë sërbët, shkatrimin e vendit që na kanë bërë sërbët, shtëpiat, vrasjet, masakrat, dhunimet, nuk kanë arrit me na vrasë shpresën për me jetu në këtë vend. Edhe si u kry lufta mrena 2 javë
80-90% e popullsisë u kthy me njëherë, se kishte shpresën me jetu në këtë vend. Ndërsa në mënyrë kontinuale keqbërjen që e banin pushtuesit serb e kanë vazhdu politikanët tanë, po e kanë bërë edhe ma keq. Unë këtu pajtona me një intervistë të profesorit Enver Petrovci, që e dha ma herët, pajtona plotësisht. Politikanët tanë na avran shpresën, ata që s'na vrajtën armisht, politikajt na avran shpresën. Jo rasisht gjithë 3 duan t'ikin, shkojnë punojnë atje punë të mersisht këqia, të rana, të vështira, të papastërta. Tu kanë me jetu në vendin e vetë, është liru vendi, toka. Me jetu që është duhet. Do thotë politikanët e shkatrun shpresën, edhe shkatrun ekonominë, e shkatrun industrinë. Shtet pa industri nuk ka, e të ne industria është zero. Ku po hem politika da Evrope, jo veç këto, pa që të ku bot, pa që ta shumica njerëzve, popujve të maj nuk po merren me politikë edhe nuk dojnë, po ka fillu tash edhe të na me sa jem tu e kuptu. Nuk po dojnë njerëz të meqë me hifort në politikë, nuk po dojnë njerëz të sukses shumë me hifort në politikë, nuk po kanë qef. Po i shoh politikat botnore bajnë diçka të mirë për vendin e vet. Po. Kso politika e vendit ton, ose nëse mund me thonë politika shqipfolse në gjitha këto shtetet e Ballkanit ku përfaqësojnë shqiptarët, nuk punojnë për të mirën e vendit vet edhe të popullit vet. Fatkeqësisht. Qa me bob që për që ata shqyqyrt e ke qelë produksionin e filmit, tash teatri për ju ndreshët në Suarek, shqyqyrt mas 8 vjetë. Mas 8 vjetë është ba objekti. Qesë po përqe që keni bon rrëth aty, po keni me naturlov disa të gjujë. Objekti i ri, do të silësh 40 herë, detja zeranin. Detja zeranin për me hi. Tash veç që finalizua, po? Po, ka disa punë të vogla, ndriçimi ka met, po. Ndriçimi. Se me shkrep za vim aty nuk është e lashe. A keni bo trupën rezidente Alaj? Jo, kemi fillu tash. Keni premtu, ti Astriti Buti që keni me marrë aty në teatr. Veç prit një artina na. A i hiu? Po qëfar. Se? Halo vet një arë s'kemi. Jo, halo nuk është bo pranimi teknik i objektit. Halo nuk është. Kush e bën ato? Ministria Kulturës? Këto procedurat ligjore, jo, e bën Kuvendi Komunal. Po. Është kompetencë Kuvendit Komunal. Investimet kanë qenë ministri. Ka bota vet. Investimet kanë qenë Ministrisë Kulturës, po pranimin teknik e bën Kuvendi Komunal. Po. Sa ata kanë qenë bikëqyrës të projektit. Veç u finalizu mas 8 vjetë më. Po, ka i nërmloj, po. Po, është bukër, e keni po, si... Jashtë të bukër. Jashtë të po, mrena po flasë, për jashtë. Mrena ka do probleme, ka. Si zakonisht, kanë... Po, mas pari skena është e betonit. Skena e betonit, pas këtë më knaqë. Skot rosa? Jo, skena është e betonit, përmi beton me laminat është e mlunë. Laminati vishtë janë dikun 820 ulse. Po, do thotë, po, ku me shka me mush 820 ulse, është pras venin krejt, teatri kombëtar s'po mushët me 400 ulse. Jo. Veç me qenë lagje e Kinës, ani... Festival ka pas. Festivalin, po, vin njerëzit, vin... Nëse kam drejt... Ju po boni shfaqet mira. Mundomin maksimum i ba shfaqet sa ma të mira të mundshme. Mundomi me mësu prej gabimev. Bravo. Po ne kemi edhe qytetarët vinë shumë me i pa shfaqet, po edhe nëse kam drejt me thanë, është festivali ku vinë artistët shqipfalës mas shumëti në festivalin tonë. Shkojnë në gjitha festivalet i përcjellit. Ti merr pjesë shumë me butrin ti. Merr pjesë pak numri i artistëve. Qoftë edhe qytetit për kac, qoftë edhe të qyteteve tjera, shkojnë pak. E të na vinë më shumë. Fatmirësisht vinë më shumë. Vinë? Arsyeja, është festivali i mirë. Organizimi është i mirë, ju të Suarekës i priti njerëz të mirë, si thashë edhe Astritit i priti njerëz të mirë atje, keni një farë natyre dyqysh interesant, ku marr pjesë aty, na theshit 20-30 vetë aty me hongër, me pije, me keshe, me ato. Mikpritjen e kemi të mirë, mundohemi me pas sa më të mirë, e kemi edhe kulturë familjare, do të thotë, e kemi mikpritjen e mirë, rakijën e mirë, këtë mirave. Që tash isha prizren me grunë në festival teatrit dhe nxetke, e morëm ka një shishe ujtë i mrena në të dira dhe zbën, tha, me uj. E ke open place, ato, të di, thash e kësham shtefëses, u dash me gju. U kolla mrena, pa uj. S'na lanë me moru. Ja, në Suarek është ndryqe.
Suarek është. Me thonë, ku është kalzona, ku është pak sekreti, se keni diçka, ju s'kalzoni Suarekës. Ja, mundohemi mikpritjen me pas. Edhe për festivale tjera, se ju bo shumë festivale në Kosovë. Mundohemi mikpritjen me pas në maksimum. Mundohemi edhe publikun me prit mirë, me këshillu me ato sa dim, po edhe musafir të fushës së artit që janë, mundohemi në maksimum me i prit mirë. Unë e kam pas në dëgju një herë profesorin Enver Petrovci, tha, shkova në Tiranë me bani shfaqje se më ka marrë malli me undi si artist. Tha, këtu në Kosovë nuk po ndina si artist, se nuk po përkrajnë tjertë, nuk po vlerësojnë tjertë si artist. Edhe aja kritiku më ka met mu në vesh. Ta trajtojmë ne kolegun si artist që e meriton. Çdo koleg tonin që na vjen këtu ta trajtojmë si artist. Se tjerë s'po na trajtojnë sa do si artist. Edhe ne në mes veti mos me u trajtu si artist. Mos vetë. Atë shka po mbet atë. Hajde dalëm lyjm shtëpia. Bash. Do me thonë që aty është sekreti. Mikpritjen në maksimum mundohemi sa më. Po edhe selektimin e shfaqjeve keni kryesisht me komedi po mirë, më shumë se tash tyre. Mas shumë po na imponohet, mas shumë. Po, nuk është mirë. Vetëm Suarek gjithkund po. Kem provu, do thot me marrë edhe dram. Pak më vështirë. Po, kemi po miniare kemi pas ato indikacionet që mos. Dhe bra, a disa seriale është u lu në Kosovë? Dikush më tha, dikun rreth 40, 30, 40, 50 seriale në të bu me këtu të regjime. Ma shumë një dit I kanë numru, dollën 68. A përshe? Po, 68 krejt. E tash kanë ndryshu pak. Kryesisht janë komedi. Tash kanë ndryshu pak, po filloj me bo dhe dramë. Edhe po pëlqen për publikut, po këshyrën për shop e klikimeve, që po thojnë që I kom 1 milion, 1.200.000, 1.500.000 klikime, shikime, këto. Do me thonë, nuk është vetëm çka po lypët, po edhe çka po servohet. Këto është fajt e ne, unë serialet që I kam pa, ka qenë Familja Moderne që I kam përcjellë rregullisht, ka qenë Kafeneja jonë, ka qenë Kombinati, edhe Kryetari Lulmirit. Do thot I kam përcjellë to 4 seriale, po këto 4, Çaka Shpia, 5. Po, që I kam përcjellë. Aty dhe ke lu? Po kam lujt disa epizoda. E këto tjerët nuk kam mujt me I përcjellë. Edhe nëse I kam pa 1 minutë, 2, nuk kam mujt. Ma mirë lexoj diçka se... Po shiqon, da e bra po shiqon, plot unë e pesho, njerëzit po këqyrin, që po du me thonë me ato që po imponohet komedia. Është e vërtet që komedia është zhanri ma I vështirë, po për publikun është sani ma I mirë. Kanë qef me kesh, që po thua, doktori vjen, po dhe unë e marrë me kesh, ato po du me kesh, po du mu knaq. Po ata kemi marrë vrejtje serioze. Po anojmë ka komedi, do thëmë selektim. Kur thë doktori po du me kesh, po të doktori të këtë sesio mirë diçka. Po shta e marrë të ti, qka ki, që shka komër, ti do është me dit. Aj po vjen terapite na. Po që ata edhe ti shumë terapite aj, do të me dit sak qka po dënë. Ti terapijin e kes bulu, me do në komedin. Komedi edhe pak ka shumë mentaliteti provincës, nëse më lejohet me thanë, shprehjet që kanë shfaqjet me shprehje eksplicite, mundohemi me ju ikë në maksimum. Pse? Po është nashta pak edhe veni. Mentalitet pak I provincës, po njerëzit vinë me familje. Gabimish. Është gabim, po që... Unë po të thëmë si I lirë, unë isha në Zvicër, po ata stand-up në Curri. Edhe Tuniz nga I parimi bazi atje që ka shku pak një klas ma ndryshe po foli për I viteve, edhe që kanë pak një histori ndryshe që nuk lejohet mu fole e që ka folet, edhe në bisedime sipër me producent, të më thanë jo mësë problem, tha, o ndryshu mentaliteti e kjo, bla bla bla, shka dushta, nuk është e lashe. Edhe shkova e provova edhe me të vërtet që ashtu ke. Nuk ka pak. Bile ishe edhe kolega jonë tjetër, që edhe ajo kishte disa shpreje, edhe pritën jashtëzakonisht mirë. Ja, ne po mundohemi pak me rujt, nështë do të me banë këtë ndryshim, edhe butrindje më ka thonë do të me banë këtë ndryshim, po na kemi me I farzone të ratis, aty veç me komedi, tema sociale. Po, veç edhe komedi, kur po ka, une e kum pa shfaqin e juj, kur po ka pak reagimet, po qëse, do me thonë, pedin formulën, pedin shka po lypët. Shka po lypët, që do të me maru një buk, brumin pedin, sakt, veç me shtin e pje. Ja, do të me provu, po. Pse mos me provu? Do të me provu pak me ndryshu. Pse jo? Bila këtë problem, këtë teme kemi pasën,
e pam shfaqjen Togerin nga i mori në Gjelan. Po, ishte brillante. Shumë i mirë. Edhe thash behania shprehjeve eksplicite sun pe marr. Butrinti Astriti më kanë thonë pe marr. Do thotë shohim tash, po... Tash ka me qenë pjesa, në festivalit. Të shohim, po kogje ka, është apostrofune për po. Nështë ledemi aty i mrekullushëm. Që fujt mrekullushëm. Apo ka kërkesa të... Po me që ka kriju identitetin e vetë këj festival, na kanë shkru për Shqipëris, për Macedonis, për Presheva ata mon regullisht. Regullisht e keni ato? Po, edhe prej... Kosova lindore? Po. Po edhe në Kosovë, këto po na kanë shkru shumë. Do thot, ne ati kemi shumë të mira dhe do thot, dhe në 3-4 më në gjestë. Si zakonisht. Ne artistët aty që i bojmë ne, bisedojmë, kryojmë ura bashkëpunimi, kryojmë lidhje të reja të bashkëpunimit. Bravo, kalzom dhe e bra pak puna me vajzen, me Olisën që tha puna e shfaqeve dhe me butin të fëmijëve. Unë s'kom lu kur, kom një pe plot kolegëve që e ka një pasion pak një ndryshe me lu, e kom shumë qef me bo një shfaqe me fëmijë. Shumë kom qef, se e di që fëmijët janë ma të sinqertë dhe ma ndryshe janë. Po qysh kënë reagime, qysh po shkon si proces? Pak në fillim janë ndrojt këto dy vajzat e reja, vajza ime dhe etnikja. Mirë po me kalimin e kohës, provën e 2-3 u lirun, në këto nuk kemi raporte tjera, jemi kolegë. Qashtë? Po është mirë se të mbushin energji këtë matri që lujnë, kanë me sinceritet, kanë me pasione, kemi edhe ne, nuk diskutohet, mirë po ka një vullnet, një elan të papava, të mushin pozitivitet, mushin energji edhe ty kur punon me ta. Janë shumë të sinqert. Apo muni mi mri, që shpe organizoni se buti për shamull shumë i ngarkum? Realisht kërkesa kem shumë. E ti në për shkolla. Mirë po Butrinti demet 16 e ka premierën, o desht me ndërprej. Po pos me thira ato të treve mi u thirë, buti dhe s'po moj tha thiri këta dy ma dhe astritin e thira. Mas 16. Mas 16 tha du me ardhë. Po, se demet 16. Po me 16 premierën edhe 6 repriza i ka gjatë mujtë. Do thot na den qershor su ne reprizojmë shfaqje. Po. E kërkesa keni, tashme që shohim kryet edhe shkollat, ju ma zakonisht, apo shkën në për shkolla? Dhe tash e kemi lujt në për qendra kulturore. Po, mirë po kem kërkesa në për shkolla. Shumica shkolla tash po kanë hapsirë. Kanë hapsira. Po, kanë hapsirë, është të mendun edhe kjo pjesë aktivitetit kulturor, teatrit. Po. Kanë për shkak festivalit ditë shkollës. Kemi disa rezervime, po si kemi caktu datat për shkak të Butrintit, gjithat kanë hapsirë ku mund me lujt. Është interesant me fëmijë. Shpërthejnë fëmijët, është shumë interesant. Edhe kur të fillojnë ata me bosqeshe, me bërtite, me doartrokit moti, do të veç me usjel pak të këcy, se teksti mosë në vazhdan. S'ki shans. Ama është knatësi. Qisho. Më kanë tregu plot valla që e kanë pas një histori, edhe sidomos kur e kanë bu një, që pithoj një rutin, një trip, këta trit, me shku me shfaqe një 2-3 mujosh për shembull në përket Kosovën, në për shto veme, është një ndjen ndryshe. Se ta dësha me ditë pejte se masi... Shumë me mirë. A është tjera parë me fëmi që keni bo shfaqe? Po, është tjera parë që keni bo shfaqe me fëmi. Ma ti e kem pas bised, hajtë të bojmë një të fëmive. Biseda, u mytëm të bo, u mytëm edhe na me plët kolegë, kur po mbledhëm, a pe bojna qitë film, pe bojna qito, a pe bojmë qito po, a pe bojmë që shfaqe, pe bojmë. E bonë me Astritin shfaqen e fundi që e patëm, hajde, Masha, Sasha dhe të tjerët, u konë, fond dullëm ledzim skenik. Se s'na epshin hapsin, ja, ty e tatër kontare, me majtë manë problem. Kërgja nuk është e letë, po kur pona në gjatë jade. E ti, po dhe me mua bet me... Dikon 4 premiera i kom që i kom majtë në Podojef. Po. 2 në Voshtri. 2 në Shtime. Po. 1 në Mitrovic. Do thot pse na 8 vjet metëm pa shtëpi kulturës. Mirë, po nuk jemi nalë të punu. Ju mashtruan se thanë shpejt kena me ndërtu. E di që atëre kur më thirë ata po Hera parë që kanë rrajt politikanë. Po që ata u pa ta që ditë edhe se keni pas një farë besimi, ju besoj që se i livdojshët e thëshët ta mërmenja që të shkej nesër të hinë aty në komund ju. I keni njështë të mirë aty të besoj. Po, Kalzëm bosh, të disë, për mos foljanina, mos jesë se për nashtin... Ufa. Mos vetë. Kalzëna ke tentu me dal jashtë në herë. Astriti para menoj shkon jashtë. Astriti. Para luftës, do të thot në vitet 90, kam jetu 2 vjetë në Maribor. Maribor? Po, në Maribor kam jetu 2 vjetë.
Në Sloveni. Po. Boshtevilko. Edhe në fillim jam konë në Tezgë, mandej në Rache kam jetu një vete diçka. Mirë po për 2 muaj pa ta mësu gjuhën, isha i ri atë 17 vjeç. Pa qërë se mësën. Po, kam pas kalu mirë, po puna ka qenë kështu punë fizike. Sikur krejt? Po, mandej vendosa pash që nuk jetohet me atë punën e ranë, edhe u ktheva, u regjistrova në fakultet. Pa. E kësi, për Maribor nas dyqysh për Maribor si ven ato, po dyqysh nas piksunim e kena Zvicrën, Gjermani. Jo, kam qenë në Zvicër, kështu si turist. Turiste, po, kam ne, ka shku kur menja me shku. Në herën e fundit 28 dit kam ne i rash pishman që shkova. Ja, Se po krejt na për puna vet, del shetet të shko pi kafe, mora veturën e vllaut, qita navigacionin kroatisht, se serbisht nuk dajsha. Po. Edhe shkojsha ku, ja qitësha adresin e sen, po me kërkan heq. Besa dhe kur dalësha në kam, atë me shku të 1-2 lokalet italianëve ka qenë ma afer, e për shkak të espressos më të mirë, dalësha në kam, ketë plesh në rrugës e ullës edhe ketë një fartë qërë në kështu që ti... Kështë që ku i riu që s'po punon? Jo, po s'po punon dhe me, ka se në fillim 2-3 herë u bona shyve të këshyrë, mos kam diçka, kur për tham kastriotit ati vlau, thashtë, o, thanë të këshyrë pëse ti ditë nuk jenë punë, pëse rrugavesh, po. E nuk po më pëlqej kape, ma në Francë, ma mirë në Francë, realisht jeta emotive pak ma mirë, ma si në Jugoslavi. Po, bash. A në Zvicër, në Gjermani, si maqina, kej. Interesant kjo grup mosha e në shpesh, po diskutoj edhe kur po rinë kafe me ta, nuk e kanë pikshinim medalje ashtë. Trit po, që shem konë edhe në vetë i ri, vetë kom shku në Londër, kom punu, për dy shem konë DJ atje, kom lohan shumë në ato. Po, nuk po dojnë me najt, interesant edhe, për ata sy na po thujmë, ina popëll që punojmë, na ina demela, na im pushteti, na im kena qef me naj qështu. Na jem demela. Është e vërtet. Po, për fat mirë, familja ime, unë kam 3 vajzat në studente, janë këto në Prishtinë. Po. Edhe kërë patëm ble banesë në Fushë Kosovë, disa muj nuk jartë ke mundësia me i ble ato perdet që dajshë. Po. Mirë po e kemi si regull një javë me ble spaku një liver. Po kemi një bibliotekë përgjet të begatshme. Edhe gruja din, po i blejmë do perda, hajtë, libra po. Edhe një ditë tha, pse po e zvarrit procesin e perda, që mos me shkput, mos me ndërpre procesin e blerjes libra. Që ashtë? Pse, thash se ndryshe rritën fëmijët që shojnë libra për çdo ditë, edhe fëmijët e mi janë lexues të rregullt të libra, fatmirësisht. Edhe një ditë e pata bisedë që mos ndonjëra me ndanë diçka për jashtë, po jo, absolut. Do thot ato i pëlqen me jetu vetëm këtu. Kanë shku me ushqetit për qef në Zvicër, Francë, ku ta dion, po jo. E mi janë mundësia vajzës aktorës, medalje ashtë. Po, janë të lirë, komplet janë të lirë. Normal që as nuk i imponuemi, as nuk i kemi imponu kur gjas. Për profesionet që i kanë zgjedhë. Absolutisht, i qiq as një gram nuk ju kemi përzi kur gjas. Do thot e kanë jetën e lirë, jetën e vetë, po ju pëlqen me jetu këto. Grunë sociologje, po, ta? Jo, psikologe klinike. Po, bravo. Apo punon, po? Po, shto. Bravo. Mirë, kështu keni ecë për, ti ma shumë, ti e qëre, ti kishe ma shumë e najë Suarekun e di, të në gjë mentalitetin. Kam shpinë në fshat, atë në fshat Vraneq. Kam I shpinë personale. Do kigja, i bën do se shpesht përmenëm, atë na thirë dhe bro, i ki do far nejat mira, i thirë të njerës. Nejat i bojmë të mirë me njerës të mirë. Me njerës të mirë. Jo, mirë ta bonajnë e mirë. Po, për që ta po thamë edhe, nejat e mira me njerës të mirë. Se ti mundesh me bonajnë e mirë, po mor njeri keq. Jo, mor njeri keq, unë i qas veç bërek me djathë dhe jogurt, mas shumë ti. Ajroni jogurt, I ki do kingja, i bon do... I kemi venet natë janë mushtisht dhe ndolloc, janë 2 restorane tonë. Leze qena më theke, jena konë, theke na ka thite, bro, theke, dhe natë, naja... Kalu shumë mirë, po kalojmë shumë mirë, gjatë janë ambientet shumë të bukra, janë restorane shumë cilësore. Bjeshkat ja? Po, janë restorane jashtëzakonisht mira, mon mushtisht është i veçantë. A po? Po. Edhe jo mirë presim atje. Pse musëm ke thirë kur kom thirë disa herë, për t'i gjatë në gjirin. La zonë. Një i që për t'jap 2 java fatë.
Hajde. Cëllën ditë dushti. Pesodit ta? Pesod. Smuj. Atë qysh me bojna? Kur të vjen butrinti me mas 16 mas premierës shfaqjes edhe Që butrinti apet, ti si të lidhësh pe pres ata pe pres. Hazirin pe do të pres. më bledh 3-4 vet, 5 vet, që edhe Hazirit ka përmeni ditë po pasha zotin, ka përmeni ditë Profesor Luani, Edhe Luani do të Istrën, Meri, krejt. Ka lavlak Sens na bon mushta. ashtu. O valloj 200 me ardhë, 300 sens na penga, veç ka na marrën i qef. E di. Dhe e bra. Kallzona që tash pak se po du jo me të ngushtu as me të vetë, as me ta si Kallzona Brahim në teatri që doni me ndërtu. Po, me themelu. Me themelu fakt, veç e keni themelu, ju e keni bordin, i keni kreta, po? Jemi në proces. Jo, bordi është i festivali. A, i festivali? I festivali, po. E teatrit Halajo? Teatrit Halajo. Jemi në proces, e kemi bën kërkesën, tash është ndru ligji i themelimit teatrave të shtetit. Kur be ndrun? Po, është ndru se përpara ka qenë kompetencë e Ministrisë Kulturës, tash është e komunës. kompetencë e Kuvendit Komunal. Po. Komuna zgjedh drejtorin e Po, procesi i themelimit një shkon, mandej kur të kompletohen ato dorëzohen në map, a ka shkelje ligjore, diçka si të kalon mapi pozitive, atëherë shkon Ministri të Financa për linjët buxhetore. Po, sa keni drejt 10 aktora, po? Po, A 20? lejohet, thot, Deri mundet, po, mundet 10 e përpjet. Po. 10 numri i punëtorëve, do Po, të po, të kuptoj. mundet 6 me qenë fillim aktor, se do të punëtori Punëtori skenës s'keni, e ke po ndryshimet parashihen e ato. po, bravo. A keni bo këtë strukturën, a keni ndresh këtë Po jemi mundu, po, jemi Ja, se mundu i keni bo, jemi a mundu. po. Më shërdash. Jemi mundu. I keni bo Na po këtë. funksionojmë, na që sa vjet po E di, funksionojmë, e di, ato e veç di. janë, po. E di, veç i bukur po del, bukur e kum pa një ditë zi shka shkova aty, e kum pa. Objekti bukur. jashtë është i bukur Jashtë vërtet, mirë, po. aha. Në mrana i ka që ato pengesa që thamë, po s'kem shka bajnë. A se beton, po jam një, Po, edhe beton, ku dërzosh e thërë komën, bile është shprejë, thojnë, break the Vllada. leg, thej komën, para se me inë premier. Jo, garant e thënë, ta prap. Da e bra. Falinderit shumë që gjete kohë me ardhë, se i kumë thonë edhe Astritit. Thash, hajde një dytë bashkë, jo tha serë dhe i veç vetë. Tha, po garantoj, tha që këmë ta thire dhe e mbra me ardhë. Falinderit shumë që ke gjetë kohë. Faleminderit. Po, mos harromi thonë edhe Butrintit që që i thash edhe Astritit i kumë thonë. Butrintin përveshit ta bim. Ja, përveshë, ja, s'kom qef. Përveshë, jo. Faleminderit juve për ftesën, për hapësirën, unë u knaqa se me juve knaqet njeriu çdo herë. Faleminderit bash. Thot edhe në ekipet e punës që i kemi, kur Faleminderit. dikush në i ditë është ma në disponim, te ke vos i lirë Si prapashti. liri mu bo vesh. Me ta nëresh ditën. Me ta nëresh ditën. Faleminderit që harrova mi përmen sponsora, do me thonë kemi sponsor Sex Stop Eat and Go, kanë një ushqim fantastik dhe e brane se rasisht. bje mirë. Vini pe Suarekës me Falenderoj. ekip, mos harreni mu nalë. Këtu nalësh, han edhe ec. Falenderoj edhe sponsorët e E juj. kemi Erika Apartments, nëse kini dikon mi thonë me orë me flajt, i kanë një 12 apartmane fenomenal, nuk i është krajt, top. Do me thonë, tamon apartmane, dhe për shta thirët Erika Apartments. Edhe jes farmën në stend në diçka që shta aparate mjekësore, edhe po presin sponsorat të tjerë. Kështu që, shikus të ndëruar, mos harroni, subscribe, sa ma shumë, edhe dhe e bro thuj shokve, Anina ka Suareka, subscribe, kam ja marrë anën. që këma mi thonë Astritit, edhe Astritit të mi thonë, thuj subscribe sa ma shumë subscribe, sa ma shumë ndigju, sa ma shumë, po kemi nevoj si Ilir Podcast. Falinderit shumë dhe natën e mirë. Dhe e bra, falinderit shumë.